Të dashurit e mi, po fillojmë me atë që ne nuk jemi ndryshe në këtë botë. Mendon dikush se jemi ndryshe në këtë botë. Absolutisht. Ne nuk jemi ndryshe në këtë botë, vetë se thjesht jemi emna të shkruar mbi ujë. Po thuaj se nuk arrin as pak dhe i fshin dolga e kohës, e nuk mbetet tjetër vetëm se ajo që ka kemi bërë ne. Në këtë botë ne i ngjasojmë një emnit ton që e shenojmë mbi ujë. Dolga e parë që të kalon e që kalon me njëherë e fshin emnin ton. Kështu është edhe kjo botë. Sa emni i përveçshëm ka qenë në këtë lokalitet, edhe në këtë vend apo në këtë botë. Sa emni ka qenë, sa personaliteti, ka nikë emnat. Ndoshta edhe janë harru emnat. Mirë po gjurmt, punt, dëbëmat, nuk harrohen kur. Ne fokus kryesor duhet ta kemi, jo në ngritjen e emnit të përveçshëm. Mirë po fokus parsor duhet ta kemi në ngritjen e punëve, veprave të hajrit, sepse ato mbesin, ato nuk fshihen, ato nuk deformohen, ato nuk largohen absolutisht nga sipërfaqja e kësaj dynjaje, e kësaj bote, mirë po të njëjtën edhe botës tjetër. Të dashurit e mi, ne për këtë punojmë, ne për këtë lodhemi, ne për këtë veprojmë, për të lanë vepra të mira, jo vetëm për ta ruajt apo për ta ngrit emnin e përveçshëm ton. E dyta, dashurit e mi, kemi nevojë që frigës apo frigën me e largu. Në çdo pore të jetës, vetëm një me pas frigë, vetëm Zotit atij qofsh mi fal. Kur është friga vetëm ndaj Zotit atij qofsh mi fal, ka me qenë edhe frigë respekti edhe për të tjerët. Edhe për babë, nanë, edhe për mësues, edhe për polic, edhe për gjykatës, edhe për çdo kënd tjetër. Mirë po në moment kur mungon frigë respekti ndaj Zotit atij qofsh mi fal, të gjitha këto janë apo mbeten shumë me pozitë të ulët për t'ja pasën frigën. Për këtë njëri prej ulemave, Ali Sheriati, Allahu e mëshiroft, ai kur flet për këtë thot: kur bie muri i frikës, atëherë edhe të pamundurat bëhen të lehta. Kur të bie muri i frikës, edhe të pamundurat bëhen të lehta. Dashurit e mi, gjithsesi këtë çështjen e frikës nga kësaj dynjaje duhemi me larguen. E mja pasën vetëm Zotit Dhul Gjelal, e aje ka kudretin, e ka fuqien për të na e realizu gjitha. Na frigohemi për risk, ama risku është në dorën e Zotit atij qofsh mi fal. Na frigohemi nga smundje, pa i cili e lëshan edhe hjek është Zoti Gjellëshanu e Gjellë. Na frigohemi nga varfënia, mirë po Zoti Gjellëshanu e Gjellë është ai i cilit nuk i mungon asgjë. Ne frigë respektin parsor, pikës pari, do t'ja kemi vetëm Zotit fuqiplot, e pastaj për t'i përvel mangët e krahëve tona, edhe për të marrë, për të punu, e për të vepruen, me punë do thot konkrete dhe me sebepe legjitime. Kur t'i marrë me sebepet legjitime dhe të jetë mbështetja në Zotin Dhul Gjelal, kemi me pasën edhe suksesin edhe bereqetin. Të dashurit e mi, e treta me radhë, ndryshoni çfarë keni në vetën tuaj, në mënyrë që Allahu të ndryshoj juve. Ne kemi nevojë për të ndryshuar vetën tonë, e pastaj Zoti Dhul Gjelal të na ndryshoj neve.
Ngrihuni dhe punani në mënyrë që t'ju shkruhet ajo që ju gëzoni. Ngritni dhe punani. Me automatizëm ne dojmë me punu dhe me marë veprime konkrete nëse dojmë me ndryshu ekonomikisht. Aspekti ekonomik nuk ndryshohet me lutje. Gjepi, gjerologaria nuk mbushet me lutje. Ajo mbushet duke punu, duke marë veprime konkrete. Atëherë bëhet ndryshimi edhe vjen bereqeti nga Zoti Gjellëshanuhu e Gjelle Gjelaluhu. Ama unë po du me pas gjerologarin full, e unë po du me pas kuletën plët, mirë po vetëm duke i ngrit durt lartë, Zoti Dhul Gjelal të përbuzbile, nuk të përgjigjet. Zoti Dhul Gjelal i përgjigjet, ati dhe asaj që merë veprime konkrete për të ndryshu diç. Jo do të thot vetëm me ngritjen e duarve, vetëm me ngritjen e duarve lart. E dyta, duajeni njëri tjetrin në mënyrë që të vijë përcaktimi e ju të triumfani. Duhemi me dash njëri tjetrin në mënyrë që të vjen përcaktimi pej Zotit Gjellëshanuhu o Gjelle Gjelaluhu. Ne e shumë e njeriu kem dëshirë më na dash neve. Mirë po dashurin e marrim, atëherë na kur e dojmë dikën tjetër. Një pjesë e njerëzve kanë dëshirë që të tjerët me respektu. Mirë po respektin keme marë vetëm kur ta respektojsh tjetrin. Kjo është një çështje reciproke. Nuk ka mundësi, do thot, më dash dikush kurse ti nuk e dën askënd. Nëse dojmë ndryshu, në këtë formë do thot ndryshuhet. E treta, thot qohuni prej gjumit të varrit. Besoni që një pjesë e njerëzve ende pa shku të varri janë të fjetë këtu. Janë të vdekun, edhe pse marrin frym. Edhe pse marrin frym, janë do të thot të vdekun. Me të drejtë, ka thonë një poet palestinez, thot, një dit ka shku të varri dhe ka ngrit zërin, e zët lartë, ka thonë, o ju të gjallët në varreza, ngrituni, zgjahuni, se këta që janë të gjallë me dy kam që ecin bituk, moti kanë vdek. Disa që kanë vdek, o dashurit e me kanë lanë gjurë të mira, pozitive, kanë lanë bagazh të veprave të mdhaja, të shumta, ata janë të gjallë. Ata janë të gjallë, e një pjesë që ende fryman edhe ecë me dy këmbi si përfaqën e tokës, më duket se janë në gjumin e të vdekurve. Thot, qohuni prej gjumit të varrit, sepse gjatë keni me fjetë. E gati po humbni dynjan edhe ahiretin. Gati po humbni dynjan edhe ahiretin në këtë hipnotizim, në këtë gaflet që jeni, e u amer mendja që jeni aktiv, e u amer mendja që jeni shumë konkrete dhe duke punu. Mirë po vjen një dit pas qyra e vërtet, edhe shef që shumë pak bre pun pas mi ban. Doshurit e me, kjo jeta dinamike që përna vdukët neve, jemi të gjithë aktiv. Mirë po analmi një dit edhe analizojmë punën tonë 24 orëshe edhe të nxjerrmi në peshorën e veprave. Çka një mend kam punu? Se sot dikush e mban 8 orë orarin e punës, mirë po punë efikase nuk ka as 15 minuta apo 30 minuta. Mirë po edhe dikush që thot unë tërë ditën jam i angazhum, a ka mundësi me nxjerr peshorën e vërtet, edhe me i peshuan veprat, punët cilat i ke organizu, i ke ban, sa janë në dobit tonën personale, të familjes, të shoqërijës, të kombit, të fesë e të njerëzimit në përgjithësi. Vetëm atëherë jipët
ajo apo ai vlerësimi i vërtet. Të dashurit e mi, e katërta me radhë, Muhammed al-Ghazali, Allahu e mëshirof, njani prej ulemave të mëdhej, thot, ne e dua Muhammedin a.s. me mendje, para se ta duam atë në zemra, dhe i njohim pozitën e tij me studime të thella, jo me imitime të trashëguara. Thot, unë personalisht nuk frigohem për mesazhin e tij nga urrejtja e armiqve, por friksohem për të nga ignoranca e miqve. Unë nuk friksohem për mesazhin e tij nga urrejtja e armiqve. Dashurit e mi, kur të urrejnë armiqt, dije se punë të mirë i ki. Armiku, hakikat, kur të urrejnë, dije se ti je në vija të mira. Ec tutje mos u ndal. Por, kur të marrësh urrejtje nga miqt, nga ignoranca e tyre, është do thot bukur e vështirë. Kur miku shndrohet në armik, e ai e din që ti nuk je ashtu që shem të kundërshtu. Mirë, po nga inati, nga mlefi, nga urrejtja, është të dashme të përgadit kurtha e gjëra do thot ngjajshme. Populli jonë e ka thonë atë fjalën e atij çobanit, mirë, po na çoban barinjet i kemi pas akademika. Definitivisht. Thot, a dit kur e pa ujkun duke janë ngron delet, nuk u çudit. Ama tha fort u mërzita kur i pash qente me duke ngron bashk me ukun. A dit fort më ka ardhe i nati. Sot mërzia, dhimbja, është kur i shomi ton të hang me ukun. Këtu është dhimbja. Dashurit e mi, kjo është thonje filozofike, akademike, kjo shërben për jetën tonë, për tashmen, për të ardhmen, me kë po bashkëpunon. Kjo do thot është shumë e çuditshme. E këtë e bën, dashurit e mi, ignoranca, sepse ignoranca është armiku i çdo gjëje të jetës. Ignorant është ai edhe që i han librat, edhe lexon ai më të madhe. Mirë, po nuk e kupton mesazhin e tyre, rreshtat e tyre, qëllimet e tyre. Kjo është do thot problem. Na jemi të ballafaqur me këtë ignorancë. Sot ignoranca e dytë është e mveshur me petkun e të diturve. Dikush e ka veshën petkun e të diturit, edhe flet. A mos i besoni se ai është ignorant. Ai mund ta ketë qallmën, mund ta ketë gjybën, mund ta ketë kollarin, mund ta ketë edhe pozitën, mund ta ketë. Ama është ignorant. Për këtë shumë duhet jemi të kthjellët në këtë drejtim. Vazhdon Muhammed al-Ghazali, Allahu e mëshirof, thot, unë nuk friksohem prej njeriut që mendon edhe në qoftë se humb. Si u tutëm ati njeriut që e shtin logjikën në funksion, që mendon. Na kemi problem sot me të menduar. Hiç nuk angazhohemi. Çdo gjë aty për aty. E prejmë. Jo, du të me fut funksion. Zoti na flet në shumë ajete kuranore. O ju njerëz, ja ulul albab, shumicën e ajeteve kuranore e përfundon me mesazhin o ju të zotët e mendjes. O ju të zotët e mendjes. Kujdesni. Thot, unë nuk friksohem për njeriu që mendon edhe në qoftë se është i humbur, sepse ai një ditë do të kthehet te e vërteta. Këta që mendojnë, herët apo vonë, ka më u kthy te e vërteta.
Por unë friksohem, thot, prej njeriut që nuk mendon fare, heq. Edhe në qovë se ashtë i udhëzum, anë këtë pikë jemi një pjesë bukur e madhe e fetarve. Heq nuk e fut mendjen, logjikën në funksion, në përdorim, heq. Unë thot për këty e frigohem, sepse aja është si kur aja fjala që flitët në popull e kashtës, të cilën gjithmon e merr era. Kashtën, gjithmon e merr era. E dashurit e mi këta njerëz që nuk mendojnë, edhe në qoftë se janë të udhëzuar, këta janë kashtë. Fryma e pare mëngjesit që fryn, këta i merr. A keni po? Qohet në mëngjes e ka një mendim. Në drek ka një mendim tjetër. Në akşam i ka ra pishman të dy mendimeve e ka kap një tjetër. Para se me ra me fjet, të pi një kafe apo një diçka tjetër, edhe këtë tretin apo të katërtin mendim e hjek. Pse? Nuk është stabil, nuk është konkret. Kjo është shumë me rëndësi, dashurit e me. Njohurit do të jenë të pjekura, do të jesh stabil, dhe nuk guxon të jesh nga ata që i ngjason kashtës, që fryma e parë që të fryn, do thot ty apo mu me na marrën. Të dashurit e me, Ali Salabi ka një thanje, thot, kush nuk ka projekt të tij, do të jetë kartë në projektet e të tjerëve. Ju flet besimtarve, besim drejtëve, njerëz, do të keni plane konkrete. Plan. Një musliman që nuk ka plan, qa ka me bo nesër, pas një jave, pas një muji, pas një viti, dine që Zoti nuk është i knaqër me këtë njeri. A i cili qonë sabat, thot qak e sjell Zoti. Na, caktimin e Zotit nuk e kundërshtojmë. O, burr, te a ke bona i farë plani. Te a ki dishka në kokë. A ke nëzirë dishka në letër. Haqë se sjell Zoti. Thot, kush nuk ka projekt të ti, do t'jetë kartë e projekteve të tjerve. E tash, muslimanët do të me po, kartën e kujna janë duke e shfrytzu. A kanë ai kartë personale, apo janë dveshur në kartën e dikuj tjetër? Besimtari ka plan të vetin, ka kartë të vetin, dhe ka vizion do thot të vetin. Thot, çdo gjë që bën, do ta paguash çmimin e saj apo ti ma vonë. Ma vonë do ta paguash. Dashurit e mia, shumë interesante, njëherë ishmi duke udhëhesh një problematik, mirë po bash ata cilët u dashin më marrë, nuk u marrshin me atë problematik. Edhe unë i tham njanit, ngreto mërbur, ti e ki për obligim për detyrë me bo këta. Jo, tha hoq. Pse? Le të nginjën edhe pak. Tham drejtën, nuk e kam mirë kuptu edhe nuk e kam marrë, do të thëtë si të mirë qenë, këtë fjallë që ma ka thonaj. Mirë, po pak më vonë, kam vrejtën se një men disa njerëz do të milan pak me unë ngopë. Ati qofsh mi falë Zoti, e përdor këtë metodologji. Nuk ta jep me njëherë. Të prit, a e kibe prej me? Tani të prit, mos pi bjen be pishman, mos po jek be dorë. O, Zoti i madh, çfarë të ban tani? Dishka më urdhzu për qësoj karrige, vrahësh, kuptohesh. Veç, kur të hëpsh në majës atje, e kur të bish që tu, e të pëlset, pak ma vonë, kështu të ndodhë.
Kështu që jeta të jep afat të paguash, por asnjëherë nuk hesh dorë prej saj. Të jep afat. Të jep kohë, ama asnjëherë nuk jek dorë. Unë edhe ti mund t'i kemi harru të bomat, fjallët, edhe ditëshit apo një vitit, apo para 10 viteve, apo para 20 viteve. Mirë po i lumi Allah dhul gjelal, ati qofshëm i falë, nuk harran dhe nuk jek shdorë. Me radhë, thot, dije, pun, besem dhe ndërtim. Kja është feja jonë e vërtet. Në moment që kanë bërë përpjekje dhe po bëjnë në vazhdimsi, që këti dinit Zotit me ja largu dijen, me ja largu punën, me ja largu besimin dhe ndërtimin, zhvillimin, nëse pajtohen, do thot hombën muslimanët. Parime të shëndosha, të qëndrushme, afatgjate, që i ka për me rak këtë dini Zotit dhul gjelal, është dija, është puna, është besimi, është ndërtimi, zhvillimi. Kur muslimanët jekin dorë për kësaj, dini që kanë jek dorë edhe për besimit të vërtet. Mendja, thot projekton. Dora ndërton dhe zemra lavdron duke pëshpërit. E keni vrejtëve një jetën praktike kur të bëjsh një punë të mirë. Edhe ja din frytin, ja din bereqetin, ja din të ardhmën që ka më të sjellë. O, Zot i madh, çdo hap, çdo fjali, çdo punë, çdo angazhim që e bën në atë projekt, e bën me zemër, me vullnet, me dashamirësi, nuk lodhësh, nuk ndin lodhje, pesimizëm, absolutisht arsyeja. O, je në rrugën e vërtet, vazhdo të thot kështu, vazhdo dhe ec. Zoti ynë na pranon prej nesh me të vërtet. Ti e ndëgjuesi i dijshëm, thej kenjani pe pejgamberëve kur i lut ke Zotit, cilën dijen, punën, besimin dhe ndërtimin. Kja është feja e vërtet siç na ka paraqitën Zoti xhalla shanuhu xhalla xhelaluhu në Kur'anin famadh. E dashurit e mi, të gjithë pranojnë se njerëzit apo njerëzimi po shkon keq. Por askush nuk pranon se po shkon keq vetë. Na për bisedat e tona, na për nejat e tona, na për mbledhjet, na për truezat, e rrumbullakta, ngushta, apo gjëra, vendora, apo rajonale, apo regionale, diskutojmë. Nuk ka të shku në puna mirë. Njerëzimi nuk po shkon mare mirë. Në fokus, njerëzimi nuk po shkon fare mirë. Ama imi t'i thona herë vetës, one mërbur nuk jam të shku mirë. One s'jam të shku mirë. E në moment kur ta përmirësojmë këtë, onë s'jam të shku mirë dhe une kam nevoj me ndryshu, atëherë vjen ndryshimi më i gjërë. Ama gjithmonë gishtin ja drejtojmë tjetërit, e ke pa? Një presarimi thejke, kur t'ja drejtojsh gishtin dikujt, këshyre vetës e vetës ja ke drejtu të 4, që do të thëtë, ti të vetja i ki 4 mangësi, aty që për t'a drejtoj, unë jam të t'a përveç një mangësi tyje. Edhe pastaj na thejke rune për këtyje që qesen me gishta, për më te. Këta në burë te, a i Zoti kur ka folen, kur s'ka thonë te? Jo, kur s'ka thonë on, ka thonë na. Po kja është gjigonte madhështore, flet për mendjen e hapër që duhet ta ketë, do thot një besimtare dhe një besimtare. Thot, të gjithë mendojnë ta ndryshojnë njerëzimin, por askush nuk mendon ta ndryshoj vetën. Dashurit e mi, qëllimi kryesor i yni është dhe duhet të jetë ndryshimi vetvetes tonë. Në moment që ta kemi ndryshu në mendimin ton, besani dashurit e mi, besani, ka me ndryshu bashkëshortja jonë, kanë me ndryshu fëmijët e tonë,
kanë me ndryshu prindrit e tonë, kanë me ndryshu vëllezërit, motra, dek, nëndekt, çdo gjë, ama mas pari trungu du të me ndryshu. Trungu jam ona apo jetë dashurit e me. E kemi nevojë na mas pari me ndryshu? Në moment që ndryshoj ona po ti, ka me ndryshu edhe stafi jam apo jyti. Stafi jam apo jyti. Unë një disa familje, si kur që një mi çdo njani prej neve, ka ardhë, u martu një djallë, i asoj familje, ja ka sjellë Zoti një bashkëshorte të hajrit, e ka ndryshu shtëpinë për sëmbari. Aty ka pastërtitash, aty ka ushqim me rregull, aty nuk ka ngritje zëri, aty ka nder dhe respekt, aty vlerësohet njeriu, aty organizohet jeta familjare. Aty organizohet jeta familjare. Mirë po ndodhe kundërta? Ka pas organizim familjar? Mirë po ka ndodh një përzgjedhje jo adekuate. Ka çrregullu sistemin e familjes. Ka çrregullu sistemin e familjes. Për këtë ne duhemi me ndryshu. Individi bën shumë, jo vetëm për familjen, mirë po edhe për shoqërien, edhe për çdo institucion, bën do thot individi. Andaj na kemi nevojë, mas pari me eduku një vajzë tonën, që kur të shkon atë familje, me kthy për sëmbari. Na kemi nevojë një vajzë tonën apo një djalë tonin me eduku e me formu, që kur të shkon mësues në shkollë, me kthy për sëmbari atë shkollë edhe atë nxënësa. Ha? Kisha unë shumë nxënësa para pandemisë, tash janë pakuën, se po thojnë bota ka ndryshu. Jo, be na kemi ndryshuën. Ha? Shumë nxënësa e një xhamatli më theke, po zotin e lum, qa jeti mësu që të qika? Po këto shkojnë të burri vetë? Po për qëta, alhamdulillah imi të po. Po këtë lokomotiv na imi të dosh me edukuan. Gjinia femrore është lokomotiv. Në moment që ta edukojsh atë, ke ndryshu tër botën, ke ndryshu. Andaj punani në këtë drejtim, Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin.